kur jemi te LDK-ja, unë duke qenë që je njës shumë i mirë i saj për shkak se ke kontribu një vite të tëra aty, përveç se çfarë po ndodh në atë parti, kur ishe deputet dhe dhatë dorëheqjen, qoftë edhe si në 2023 në reagimin që keni bërë publik, keni thënë një shprehje që unë e kujtoj edhe sot, në fakt drejtuesit e partisë në një farë mënyrë e shohin veten si aksioner dhe jo si shërbyes të partisë. A mos ndoshta kjo vazhdon edhe sot, çfarë do të thotë kjo pikërisht? Absolutisht është domethënë jo që vazhdon, mendoj se është sforcuar edhe matutje. Unë kam qenë i thar edhe besimtar i flakt i idesë që partia politike nuk u takon titullarëve funksionarëve. Nuk duhet u takon të atyne, sepse ata në funditës janë aty për të shërbyer një elektorati, për të shërbyer një kauze, dhe u takon anëtarëve dhe aktivistëve. E sot LDK-ja është larg prej fatkeqësisht prej atij postulati. Kjo për mendimin tim, tragjedia elektorale që e psoi LDK-ja në zgjedhjet e fundit të dhjetorit 2025 ka qenë, si thojnë amerikanët, një bittersweet moment. Bittersweet në kuptimin që very bitter ose shumë e edhët, për shkak se besoj që një LDK fuqishme, një LDK tradicionale e vlerave dhe idealeve themeltare i duhet Kosovës, i shërben Kosovës, besa i shërben edhe kushdo që t'jenë pozitën në pozitë. Sepse e ka një vlerë të që nuk mund të replikohet. Do të ka një histori që nuk mund as vetëvendosja, as PDK-ja, as OK-ja të kthehen në kohë e ta ndërtojnë. Nuk munden. Domethënë ka marrë fund ajo punë. Dhe sweet në kuptimin që i kisha paralajmëruar Flamar. I kisha paralajmëruar që nga viti 2023. Që sikur ta kisha unë interesin tim primar, interesin personal individual. Keq ka është dash fatën bislimi me për me qëndruar pozita në LDK, është dash vetëm me mbyll gojë. Ose me bërë me fol, kisha vazhduar me kon deputet, kandidat në kryesi, ku ta diun e çfarë pozita më thotash. Po në kur angazhimin tim politik nuk e kam pa për Fatonin. Për Fatonin e kam karrierën, e kam punën shumë të mirë, këtu ku jam, përkundër të ftoftit, po që siguron një mirëqenie të mirëfilli, që është një punë profesionale, që jam në rregull dhe nuk e ngarkoj kokën me stane tjera. Po, angazhimi politik e kam pas si shërbim ndaj qytetarit